fundit. Riformatimi i qeverisë me klonimin të klonuar nga Lubi Balluku shënon krimin permanent në vazhdim. Shënon përpjekjen për të trashëguar nëpërmjet krimit dhe vjedhjes shqiptarëve. Të gjithë të emëruarit pa përjashtim janë të lidhur një me një fije me korrupsionin më të lartë qeveritar. Kanë firmat e tyre në aferat e mëdha korruptive të vendit, në fushën e infrastrukturës, në fushën e energjisë dhe në fusha tjera. Sot, më shumë se kur, Bajrami i presidencës u bë haram i presidencës, me firmat që vendosi, me mungesën totale të guximit për t'i hedhur poshtë propozimet. Ai u bë pjesë e një krimi permanent, të vazhdueshëm. Ndaj dhe ky akt e bën të domosdoshëm largimin e menjëhershëm të Edi Ramës nga pushteti, dorëheqjen e tij, dhe të heq dorë nga çdo lloj manovre për të zgjatur ditët e tij në pushtetin e krimit. Asgjë nuk e shpëton atë. Koha e diktatorëve po prandon në nivel global. Shqiptarët do t'i japin përgjigjen e merituar. Me asgjë Edi Rama nuk mundet të shpëtoj krimeve të rënda që ka kryer, grushtëve të shtetit që tentoi të realizoj, mburojës ligjore që kërkon t'i vendos vetes për të dalë jashtë përgjegjësisë para ligjit, përpjekjes së tij për të shpallur vjedhjen legjitime për qeveritarët. Të gjitha këto janë ftesë për shqiptarët. Protesta e tyre, kryengritja e tyre paqësore është shpresa e fundit e shpëtimit të Shqipërisë dhe shqiptarëve nga Edi Rama. Kohrat janë kritike. Në këto kohra i fakton se është i aftë të bëjë gjithçka në shkelmim të interesit kombëtar të shqiptarëve. Veçanërisht në këtë kontekst, letra e hapur që firmosi së bashku me padronin e tij, Aleksandar Vučić, me të cilën shqiptarëve që u premtoi pasaportë europiane ju garanton pasaportën serbe, meriton ndëshkohet me të gjitha format si tradhtie lartë kombëtare. Data 12 është data e kryevërisëve paqësor shqiptar, në të cilën ata do mblidhen para parlamentit për të kërkuar largimin e menjëhershëm të Edi Ramës. Kryengritja paqësore e qytetarëve shqiptar
ka synim madhor shpëtimin e shqiptarëve nga ky regjim dhe rikthimin e votës së lirë tek ata. As një lubi, as 10 lubi nuk janë objektivat e kësaj kryengritje. Objektivi i saj është largimi i Edi Ramës me urgjencë nga pushteti. Një dhe vetëm një, dhe do t'jetë vetëm një. I pa negociueshëm. Edi Rama ka 0 legjitimitet në pushtet. Ndaj dhe do të largohet. Kam bindje se qytetarët janë më të vendosur se kur në qëndrimet dhe vendimet e tyre. Data 12 është dita e tyre. Faleminderit. Keni një koment për atë se çfarë ndodhi dje në kuvent të fyerjes së Taulant Ballës ndaj deputetes Albana Vokshi? Tashmë grupi i Partisë Demokratike ka zyrtarizuar kërkesën ndaj Komisionit të Etikës, po sa shpresë keni ju që do të merret një masë përjashtimore ndaj Taulant Ballës? Faleminderit. Taulant Balla përbën një nga kriminalët më të shpërftyruar, një nga antarët më kryesor të organizatës kriminale të Edi Ramës. Taulant Balla, siç e kam denoncuar shumë herë, ish student është denoncuar nga organet zyrtare diplomatike të Shqipërisë si trafikant prostitutash. Ju jeni dishmitar që në atë kohë unë kam denoncuar publikisht veprimtarinë kriminale me prostituta moldave të sjella nga Edi Rama të eksponentëve të Partisë Socialiste. Kam denoncuar aso kohë dhe lokalet ku ata frekuentonin. Fatosnano ka marrë informacion të qartë për ndalimin e tij në kufi nga shtetet mike, si transportues prostitutash. Taulant Balla është një kriminal i degraduar, që ka porositur vrasje. Dhe porositë e tij për vrasje janë të dokumentuara, u dokumentuar në dokumenta të dosjeve gjyqësore, të cilat një gjykatës dhe një prokuror kriminal i dogjen me proces verbal. Taulant Balla është personi i cili për të nxitur vrasjen në Elbasan ka udhëzuar që të vendosin revolën në murin e oborit të një familje, për ta konsideruar revoltë të fshehur. Taulant Balla është kriminali i cili ka liruar së bashku me Vac Stakën 2 terroristët që i vendosen Lulzim Kulls, Tritolin, ndën shalën e bicikletës. Dhe kjo është në dosje ku urdhrohet nga Suel Çela që së bashku me Vac Stakën të shkojnë, të lirojnë terroristët që vendosen Tritol dhe ata u liruan. Dhe Vac Staka vazhdon të jetë në KLP apo se ku është tani.
Taulant Balla është kriminali i cili është i dokumentuar duke biseduar me Mario Çelën, vllaun e Suel Çelës, ku janë kohët për Sali Berishën dhe nxit kundër Sali Berishës. Taulant Balla është kriminali që po bën çdo përpjekje për të liruar vllaun e Suel Çelës, i shtruar në një spital, në spitalin numër 3 Amerikan apo se ku është, dhe po bën gjitha përpjekjet për ta nxjerrë. Taulant Balla është kriminali i cili pas dokumentave mbi të cilat flen fjeti për muaj të tërë, për vite, Altin Troplini, është kriminali që u mor me lirimin e automjeteve me të cilat u sollën 5 milion euro për kartelin e drogës Çelaj. Taulant Balla është kriminali i cili në biseda me Mario Çelën zotohet se do arrestoj kundërshtarët e Banz Çelaj me kusht që ata të garantojnë të gjitha votat. Ky është Taulant Balla, një kriminal i damkosur, e vërteta e tij. Për sa i përket gjuhës së tij, është gjuha që i shkon atij. Ajo është gjuhë e një njeriu që nuk ka asnjë normë morale, asnjë normë shoqërore, asnjë normë ligjore, është një kriminal peng i krimit i aftë të zbatojë. Por ai ka zbatuar dje porosinë direkte te Edi Rams. Ne kemi të dhëna dhe do hetojmë se ajo porosi, se ajo çka tha Taulant Balla është bërë në përputhje me porosinë e Edi Rams, i cili në urrëtitjen e një të smuri e papërmbajtur, të një paranojaku, fajson Albana Vokshin për ndërshkimet që po vinë njëra pas tjetër nga komuniteti ndërkombëtar, dhe jo vetëm Albana Vokshin. Pra, është një reagim i Edi Rams ndaj dëshkimeve të njëpasnjëshme që ka marrë dhe do marrë nga komuniteti ndërkombëtar. Kështu që për Partinë Demokratike, autori i vërtet i asaj rrugaçërie parlamentare është Edi Rama. Ai ka porositë krimin.